ju uroj këtë bashkëpunim të ushtrive tona të cilat u arrit për të cilën ne kemi biseduar nëse ju kujtohet juve. Po sigurisht. Dhe pyetja në vijim ajo do ishte për kaluar tek marrëveshja. Me që ne nuk kemi marrë vesh për se çka do të flitet dhe atëherë ndoshta e hupa pak atë peshën e pyetjes suaj që do ta kishit bërë. Vazhdoni sepse jemi sinkron, jemi në të njëjtën mendimi. Po atëherë mu ngëzon ky fakt dhe sigurisht ne jemi njerëz, jemi të përbëm pi si thuhet gjakut e mishut dhe jemi emocional dhe mu më ka pëlqyer ky fakt se u afrohemi dhe po vazhdojmë detyrat tona që kemi obligim brezave të cilët kanë kaluar dhe brezat që do vinë pas nesh. Një marrëveshje, për çfarë ndodh pas saj? Pra, nga letra në terren. Po tani në terren këtu me Ministritë e Mbrojtjes, Agjencitë e Inteligjencës dhe të gjithë spektri i sigurisë do të bashkëpunojnë në mesvete këtu në mënyrë trilaterale mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, duke e bërë balancin e fuqisë karshi Serbisë. Dhe kjo do ta bëj Serbinë të mendoj dy herë se sa do futet në luftë me njërin prej këtyre shteteve, dhe nëse futet në luftë apo provokon luftë, hyn në të, atëherë besoj që ne duhet t'i gëzohem këtij sulmi. Mund të kemi një kundër aleancë apo Serbia është vetëm? Kundër aleancën e kemi Serbia që është këtu në rajonin tonë dhe elementet e saj apo elementet e saj, satelitet e saj siç është Bosnia, atje Republika e Serbisë në Bosnë dhe këto banorët serb të gjenden në këto territorët e Malit të Zi, Maqedonisë. Po megjithatë ne jemi superior me këtë aleancë nëse ne përgjigjemi, do të thotë, me besueshmëri dhe integritet në kohën në rast se kërkohet që t'i përgjigjemi, atëherë ne do të triumfojmë bindshëm dhe humsi i kësaj lufte do t'i paguajë gjitha. Po Mali Zi dhe Maqedonia nga mund shkojnë apo do vazhdoj kjo neutraliteti? Jo, me gjitha gjosat, në qoftë se do të ketë një luftë këtu në rajon, ata nuk mund të konservohen në neutralitet. Është e pamundshme sepse gjenden në mes të flakës dhe lufta është diçka që zjarri i luftës është diçka që gjuhet pi vendit në vend dhe dhez. Kështu që sidomos Mali Zi, Maqedonia sigurisht që nëse në rast se sulmohemi ne, Kosova apo Kroacia, atëherë kanë të pamundshëm që të jenë neutral, do të gjithsesi, se çfarë shkallë do të jenë të implikuar apo të jenë pjesë e luftës, ajo mund të shihet më pastaj, që shumë herë për të folur për atë, por gjërat fillojnë të dalin për ditë më shumë, informacioni del se sa mund, në çfarë shkallë mund të arrijnë. Megjithatë